Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. I prezantova tezës burrin dhe ajo ma mori. Unë quhem Luna dhe për një kohë të gjatë nuk munda ta shqiptoja fare këtë fjali pa u dridhur. Më duke e pamundur e turpshme, gati blasfemi familjare, sepse tradhtia nga një huaj dhëmb, por tradhtia nga gjaku të shkatron. Tezja ime ishte sinon e dytë për mua. Ajo më kishte rritur me këshilla, më kishte kreur flokët kur isha fëmijë, më kishte mësuar si të bëhesha grua e fortë. Kur u martova ishte e para që më përqafoi. Më tha se burri im ishte me fat që më kishte dhe unë e besova. Me burrin tim kishim bashk vite. Nuk ishim perfekt, por kishim ndërtuar një jetë. Një shtëpi të vogël, zakone të thjeshta, plane për të ardhmen. Unë besoja se familja ishte stre. Nuk e dija që aty do të plagosesha më thellë. Gjithçka filloi ngadalë. Tezja filloi të vinte më shpesh në shtëpinë tonë. Fillimisht për kafe, pastaj për drek, pastaj për arsye që nuk i kuptoja. Qeshte më shumë se zakonisht. Shikoja burrin tim dhe vëreja se edhe ai ndryshonte kur ajo ishte aty. Nuk doja të mendoja për keq, sepse ishte tezja ime, gjaku im. Por trupi im e ndjente para se mendja ta pranonte. Fillova të ndjesha e huaj në shtëpinë time. Biseda që ndaleshin kur unë hyja në dhomë, shikime që shmangeshin, heshtje të rënda. Një natë pash mesazhe në telefonin e tij. Nuk ishin shumë, por ishin mjaftueshëm. Bota mu shëmb në 1 sekond. Kur e përballa, ai nuk mohoi. Heshti, pastaj tha diçka që më vrau. Nuk e planifikuam, thjesht ndodhi. Ndodhi si të ishte rreshje shiu, si të mos kishte emra, lidhje apo gjak. Shkova te tezja ime me duart që më dridheshin. Zëri më dridhej, ajo më pa ndroje. Nuk qau dhe nuk kërkoj falje. Më tha, ti je e fort Luna, doja dalësh. Aty kuptova gjithçka. Nuk isha vetëm e tradhtuar, isha e zëvendësuar, nga një grua që më njihte më mirë se kushdo. Nuk mbaj mend si dola nga ajo shtëpi, mbaj mend vetëm se më mungonte hajri. U ndjeva e zhveshur nga dinjiteti, nga besimi, nga familja. Burri im u largua, jo me një herë, por shpirtërisht kishte ikur kohë më parë. Netët u bën të gjata, pyetet më vrisnin, çfarë nuk pata unë dhe çfarë kishte ajo. Më duhet të pranoja se nuk ishte faji im, por plagët nuk dëgjojnë logjikën. Familja u nda në heshtje. Disa më mbështetën, disa heshtën, disa zgjodhen anën më të lehtë. Tezja ime u bë ai skandali që nuk përmendet, dhe unë u bëra ajo që duhet jetë e fortë. Por unë nuk isha e fortë, isha e thyer, dhe pikërisht aty filloi ringritja ime. Jo e bukur, jo romantike, por e vërtet. Mësova të rija vetëm me veten, të qaja pa turp, të mos kërkoja më përgjigje nga njerëz që nuk ishin ndërgjegje. Sot nuk jam Luna që isha. Jam më e heshtur, më e thellë, më e vetëdijshme. Familja nuk e shoh më si gjak, por si zgjedhje. Dashuri nuk e shoh më si premtim, por si përgjegjësi. Tezja më mori burrin, por nuk më mori veten. Dhe kjo është fitoria ime e heshtur.